Zoti Kurti me disa veprime duke i gozhduar disa zëra kritik më në organizatës, ju ka dhënë shembuj të tjerëve se nëse jeni ju këta shembuj që duhet me njekë, du ta keni fatin e tyre. Edhe çka prodhoi kjo? Kjo prodhoi edhe një njeri të padëshirueshëm për vetë organizatën, për vetë zotin Kurti, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Kosovës Demal Basha, një njeri totalisht pa integritet, një njeri që është shterr me zërin e tij në studio televizive duke shoh lëvizjen vetëvendosje në momentumet kur lëvizja vetëvendosje ka pas nevojë për secilin zë, për secilin mbështetje. Madje ai ka qenë zëri më i poshtër, edhe më i paartikuluar, edhe më i paargumentuar kundër lëvizjes vetëvendosje në momentumet kur ne në 2017 për shkak të ndarjeve që i patëm për plasjes, ka qenë kogja një sfidë e madhe për lëvizjen vetëvendosje që pikërisht jemi në aktivistat e lëvizjes për cilën e kemi kaluar sfidë. Edhe zoti Kurti po jep kësi mesazhe, edhe për